Disa nga ato i vizitojnë në fillim jave me përfaqësues të krejt rajonit takohet në fundjavë. Përfaqësuesja lartë për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, mbledh të dielën në darkë pune në Luksemburg ministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Këtë një ish ambasadore e shes si takim njohës të estonezës me krye diplomatët. Biseda rreth pretendimeve të palëve, sigurisht tema kryesore do të jetë integrimi në Bashkimin Evropian, procesi i Berlinit, etj., por sigurisht që edhe tema e dialogut Kosovë-Serbi nuk pres që do të ketë ndonjë zhvillim të madh. Kryediskutimi për një profesor diplomacie nuk ka si të mos jetë rruga gjashqës drejt Unionit. Përkushtimi i BE-s për të ecë përpara me Ballkanin Perëndimor në agjendën evropiane, të gjitha këto mendoj që janë pjesë e asaj që edhe mund do të jenë pa diskutueshëm pikat e diskutimit. Për këtë dhe të tjera, Kallas do të flasë edhe me ministrat e jashtëm të bllokut 27 antarësh të hënën. Ujkani nga aty sheh shpresë për gjashqen ballkanike që synon antarësimin e BE. Momentumi është i tillë që nuk do të ketë kohë për të bërë kalkulime shtesë në emër të asaj të plotësimit të kritereve. Në lëvizje drejt parafrimit të Kosovës me BE-n beson edhe ish ambasadori Alama. Agjenda e integrimit mendoj që do të jetë e rëndësishme, po kështu duke pasur parasysh deklaratën e zonjës Kallas që do të shohim se çfarë ka ngecur dhe çfarë nuk ka shkuar mirë në dialogun Kosovë-Serbi dhe më pas të veprojmë, mendoj që është sinjali për krijimin e një strategjie të re. Në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-s do të adresohet me videolidhje edhe homologu ukrainas Andriy Sybiha, e në rëndite do të jetë edhe gjendja në lindjen e afërt si në Gaza dhe Siri.